mesazhi ati shumë i fort. Jeta ati ishte një mision, ama e la një mesazh. Nuk e dia e kanë kuptu njerëzit mesazhin e ati. Dhe unë them kështu, duhet të gravur të bëhet. Dashuria. Dashuria ka emën. Emën, shpat. Ama shpat ka sapi, se ka shumë shpata. Dhe ky mesazh, me të vërtet duhet se cili ta ngulën në shpirtin e vetë, një gravur të fortë ta bën se ai kur nuk deshte asken ta shqetëson. Ai nuk i dha nënës vetë një lajm se çfarë plane ka. Ai jetonte në ermëj. Nuk e di frekvencat e atij sa në çfarë shpejtësie kanë kalu në për trunin e atij. Nuk e di me kë i ndau. Ai nuk ishte i lindur për të jetuar. Ai jetoi atë shpejt, sa që la atë shumë zhurë dhe i kup shumë shkurt. Dhe misioni ati, tash kur e kthej unë në retrospektiv, shpati nuk lindi fëmijë si gjithë fëmijët. Ai lindi një fëmijë 6 muaj, 6 kilogram, afër 6 kilogram. Ne kemi mbajt shpatin jo si beb. Dhe ai u rrit çuditshëm. Ai u rrit shumë i pamvarun. Ai biznesin e donte që fëmijë. Ai e deshte lekun që fëmijë. Ai dinte ta organizon jetën e vet me 7 vitet e veta.